Habit mjeku, ja çfarë duhet të bëni kur ju bie tensioni. Në momentin kur e vëreni se tensioni juaj është I ulët, gjëja e parë që duhet të bëni është të shtriheni, të ngrini këmbët lart dhe të siguroheni që keni liruar veshjet ose rripin, në mënyrë që të lejohet qarkullimi I gjakut në tru dhe në zemër. Në situata emergjente, si për shembull në rastin e rënies së menjëhershme të tensionit, duhet të pini një gotë me ujë me sheqer ose thjesht të vendosni një lugë me sheqer nën gjuhë. Efekte të njëjta ka edhe pirja e kakaos, kafes dhe çajit, pasi të gjitha mundësojnë ngritjen e tensionit. Sa u përket personave që vuajnë shpesh nga tensioni I ulët, ata duhet të bëjnë kujdes kryesisht me ushqimet që konsumojnë. Ata duhet të evitojnë në mënyrë të veçantë të ngrënit në sasi tepër të mëdha, po kështu duhet të bëjnë edhe aktivitete të moderuara dhe të mos e tepërojnë gjithashtu qëndrimin në ambiente shumë të nxehta.